Rikthehet nota mesatare si kusht për hyrje në universitet. Maturantët që mesataren e shkollës së mesme kanë më të ulët se nota 6, nuk do të pranohen më as nga shkollat e larta private. Ky propozim i Komisionit për Reformën në Arsimin e Lartë do të zbatohet pas një viti në të gjithë universitetet. Kandidatët edhe ata që synojnë studimet në shkollat jo publike nuk do të regjistrohen direkt në këto institucione. Kërkesat e tyre për universitet përfshi dhe të dhënat për notën mesatare do të kalojnë përmes një agjencie kombëtare. Ervin Demo, një nga anëtarët e grupit të punës, sqaron se reforma synon unifikimin e kritereve të pranimit, por dhe standardeve të tjera mes publikut dhe privatit. Komisioni ka propozuar që për sa i përket hyrjes në universitet të ketë një mesatare minimale, i cila duhet aplikohet qoftë për institucionet publike, qoftë për institucionet private. Sa do të jetë mesatare? Aty është propozuar një mesatare 6. Studentët duhet kalojnë nëpërmjet të njëjtit mekanizëm aplikimi. Kjo garanton dhe një gjë tjetër, një bazë të dhënash, një database të saktë të gjithë studentëve që futen në arsimin e lartë. Tarifat e shkollimit sërish do të jenë të diferencuara mes privatit dhe publikut, ndërkohë maturantët që do të mbeten jashtë universiteteve për shkak të nivelit të dobët, do të orientohen drejt shkollave profesionale. Sa i përket çështjes së debatuar të financimit të universiteteve, Demo sqaron se shkollat private nuk do të financohen nga shteti të paktën për një periudhë 5 vjeçare. Është nonsens në Shqipëri që të diskutohet a do marrin lek institucionet private nga buxheti i shtetit. Unë mendoj që është absolutisht as në kohën e duhur, as në vendin e duhur, as me mundësitë e duhura, për dy arsye shumë të thjeshta. Drafti me 64 faqe për reformën e arsimit të lartë shihet me skepticizëm nga pedagogët të universiteteve private. Për aq kohë sa shteti vazhdon të marrë në punë njerëz të paaftë me diploma fiktive, problemi nuk do të rreshti dhe nuk do të zgjidhet asnjëherë me një draft, me një reformë të caktuar. Sipas propozimeve të grupit të punës, 5 vjet kohë do të kenë 59 institucionet e arsimit të lartë, publike dhe private për të plotësuar standardet e cilësisë. Pas kësaj, disa prej tyre rrezikojnë mbylljen, ndërsa të tjerë do të kenë të drejtën për të fituar statusin si fondacione, gjë që mundson financime nga buxheti i shtetit, por dhe të ardhurat të tjera.